ka njerëz të cilët do të thotë mbrana natës Allahu xhallahu ala u ka ndryshuar gjendën ekonomike rrënjësisht. Kur ti mos mendon se dikur gjithmonë apo jetë keq. Mos e pakon unë ky ti mos mendon kështu kur rapta. Para disa ditë nuk dia jo kom tregu. Në gjë një rast tash i freskët që i ka ndodhur njëri prej dietarëve të njohur në Arabinë Saudite. Ka qenë do të shok me një hoxh tjetër dietar tjetër, dhe tash ky shoku i tij po tregon hallin e vllaut të tij hoxh dietar që ka pas probleme ekonomike të rënda. Thotë nga se është sprovu dhe si pasojë e sprovës është detyruar të merr borxhe. Njëri vjen të sprovë pa parashikuar me sprovosh. Apo dhe s'ki çare pa marr borxh. Dhe thotë është sprovë të madhe. Thotë gjithmonë bëni muhabet për telasht e tij që i kishte. Po çaq ka qenë në gjendje të vështirë, saqë thotë apo është bërë mi dhon zeqat atë. Dhe sot një ditë tha erdhi te unë dhe më tha ku mbunit më dhon sadaka. I thash, Allah është problem për disponimin që e kia din, e ka më që po të më disponu këtë vllahun e vet musliman, sadakati ti për sadaka. Ti si më dhon sadaka? Jo për një më kom do më dhon sadaka. Sa po të më jap sadaka? Po do më jap sadaka 2 milion euro, 2 milion rial apo, që i bën 500, i bën dikun afër 500.000 euro apo. Ai tha, po na dje ishim të bëjmë muhabet për zeqat ku me djetë Allah. Wallahi. Na ishim të bëjmë dje muhabet zeqat më t'jap, ai të kuptu. Ti po flet për sadak 500.000 euro, a din bëma halal, po në disponime ka një kufit, lutna, tash edhe kys, a din, edhe gale ka një sens, mos e tepra, ai të kuptu. Wallahi billahi thot i kam me vete 2 milion rial, i kam t'gaqme për sadak, ku dush jepi. O të çka ka ndodhur? Po çka ka ndodhur? Një njeri i pasur ka ardhur me blen një tokë me një vend. Apo një tokë të madhe me blen në një vend, tokë me rëndësi. Edhe pronari i tokës nuk ka dashur me shit tokën. Më tha apo shkon me i thon, veç tu ja peshet tokën. Që ka mujt me marr vesh me zvet ata, ai tu kuptu. Me zvet ja peshet, hiç ky hiç sukon loj. Po Allahu Latif do me fut në loj. Kur stin loj fitimit, ai stin me fitu. Ai të bën pjesë, hiç pa kon, ti që tu është ka bëhet një marrëveshje, hin që tu se du më të jap diçka. Tani del. Krejt që kjo është. El Latif. Thot edhe ai tha nuk do kemi shit. A shitja se edhe ti fiton, veç dy ti fjata i thash atë. Tha mirë, tha pjeshes, pra për 300 milion rial atë. Tokë e madhe, pas por e madhe. Të shkova ata i thash peshet ai atë. Ati i kanë thonë njerëz të tjerë se nuk e shet, po nëse e shet nër 500 milion nuk e shet ato. Edhe ky i gaqën 500 milion rial me i pagu me ble tokën ato. Tha, kur shkova i thash 300 milion po ta shet. Tha, mos baj gara ato. I thash për një me 300 milion. Tha, nëse jetu në vërtetën 10 milion rial i ki e djepje me ato. Apo, për një orë. Ketë muhabeti një orë. Për një orë vlendëruar i ka fitu 2 milion euro ato. Apo, El Ghani edhe El Latif, apo, ka edhe ai din ç'është i bën. As ka kalkulu, as ka kur e ka pa kët, është ku ka dhënë 2 milion për Zotin me herat. Për Allahun xhallahu ala. Për ato që El Latif. Ata ka mund të marr vesh ç'është dush. Ka mund me konkret dikush tjetër se ka zyra, ka agjencione apo stafat që mirën me këtë punë, apo që shesin patundshmëri, ka njerëz që kanë agjencion për këtë punë. Ka gjetën këtë hoqë, këtë njëri shkret, asa gjetën kur që, Allahu po dojnë me të pasunu për sot, me i këthi borqet, apo? E ka pru këto. Shikon me dunja, që është nga duket, Allah akbar, që pas ka u pasën e ka po? Po sare të merë Allahu fukare në ahiret e të bjen një projekt, thë që ti du me janë një 10 milion se vape në ahiret, apo të bjen, hiç që e kun në ren, as që e kun kur kun hiç, as që kun kur këti kun dikun tjetër kun, ajt ka sjell, ka pru, veç të ka shetit një 2 herë me një ven, të ka mundësu me fitu, del tash për jashtë, hajshko tash grej punëve tuja, na se vape dëna me të jetë të jopet. Që kjo është El Latif, Allah në ruar, andaj lypi që tu pjesë lutëve të Allahut, lypi që tu dikun ku të mundesh, edhe gëzoj ju shumë kësaj mundësie që Allahu xhallahu te jap që me të lëviz numratori e shpëlimeve kur ti as të pret këtë punë. Kjo realisht ndodh, që kjo është jeta, që është zhvillohet, nuk jem duke përhap ngushëllime të trilluara, të imagjinuara, që sa mirë, vallahi billahi ditë për ditë që kjo ndodh. Çdo ditë Allahu përzgjedh rob të tillë që i prek me emrin e tij Latif, ditë për ditë.
S'ka ditë që s'preken njerë, që s'pasurohen. S'ka ditë, kulle yawmin huwa fi sha'n. Çdo ditë, aja është në ndryshim të gjendjes. Dikon e pasunon, dikon e varfën, dikon e ngrit, dikon e ul. Ditë për ditë. Andaj, mundohu që ditë për ditë Allah me të pasuru me shpërblime të mëdha.